Atë vjen keq do njëherë që së ne kontrolon vetën. Atë vjen keq do njëherë që fol pa u dash me fol. Atë vjen keq do njëherë që gjua jote formulon shumë ofendime dhe sharje. Atë vjen keq se do njëherë sjelljet e tua nuk korrespondojnë me sjelljet e Kur'anit dhe sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. A mërzitesh ti do njëherë që sjellja jote nuk është ashtu siç e don Allahu subhanahu wa taala? Sikur që mërzitesh dhe rrim para pasqyresh me orë të tëra, ndoshta vetëm për ta zbukuruar pamjen e jashtme, e ndoshta ajo pamje e jashtme nuk i pëlqen askujt. Kur pejgamberi sallallahu nuk ka shah, kur pejgamberi sallallahu nuk ka formulu fjalë të dyta. Andaj nuk ka mundësi dikush me qenë afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e as sunetit të tina, ndërsa gjua e tij kullon me fjalë të liga, kullon me fjalë të pista dhe të liga. Si ka mundësia njeri pastaj i njëjti me than ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam?